Më 7 prill 1939, një flotë italiane po i afrohej Durrësit. Ajo përbëhej nga anijet Giulio Cesare, Conte di Cavour, dhe një flotë gjigande italiane. Në total, afro 35.000 ushtarë. Përballë tyre qëndronin 400 marnisa të ushtrisë shqiptare dhe disa dhjetra vullnetarë, të drejtuar nga Abbas Kupi dhe Mujo Ulqinaku. Këta mbështeteshin nga një bateri prej 6 topash. Mujo u vendos te kulla veneciane me mitralozën e tij. Ushtarët italianë zbarkuan në portën e Durrësit, por u zbrapsën menjëherë në det. Mujo, duke parë që kulla u bë shënjestër për artilerinë, shkoi dhe u pozicionua në një pikë të dytë, me thasë rëre, shumë afër bregut. Kështu, artilleria italiane nuk e godiste dot, pasi mund të dëmtonte trupat e veta që po zbarkonin. Mbas shumë orë luftimesh dhe 200 italianëve të vrarë, shqiptarët nuk mund të mbanin. Rezistenca shqiptare ishte e tillë saqë asistenti i Contiziano, Filippo Anfuso, shpreh: nëse shqiptarët do kishin pasur vetëm një brigadë zjarfiksash traumatosur mirë, mund na kishin hedhur në Adriatik. Kombe të ndryshëm flasin për luftëtarë që qëndruan përballë armiqve të panumërt dhe megjithse vdiqën i futën drithmat e armikut. Mbreti Leonida, që vendosi të qëndrojë deri në fund kundër mbi 100.000 persëve në betejën e Termopileve. Vikingu gjigant që bllokoi ushtrinë e Godwinsonit në urën Stamford, duke dhënë kohë mbretit norvegjes Hardrada të rregullojë ushtrinë. Kalorsi Roland kundër Saracenëve në shtegun e Roncesvalles. Saigo Takamori, që luftoi deri në Shfarosje për të mbrojtur dinjitetin e samurajve në betejën e Shiroyanës. Por nuk ka pse shkojmë aq larg. Mujo Ulqinaku ra dëshmor në betejën e Durrësit, duke u rreshtuar me të drejtë krah luftëtarëve më të mëdhenj të historisë.